Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama i ka dërguar një letër kancelarit austriak Werner Faymann, nëpërmjes së cilës i bën media e atij situatën e tenderit të llotarisë kombëtare, fituesja e të cilit është një kompani austriake. Në letër, kreu socialist, pasi e informon fillimisht kancelarin mbi tenderin e zhvilluar, i shpjegon arsyet e denoncimit që Partia Socialiste i ka bërë publikisht kësaj çështje. Termat e këtij tenderi nuk përfshinin disa rregulla që zakonisht çdo proces i tillë ka dhe që do të garantonte përfitime të mira për shtetin, si dhe trajtim të ndershëm të ardhurave për grupet sociale në nevojë. Lotaritë kombëtare në çdo vend të botës dhe Europës janë një mjet për të përfituar të ardhura financiare, të cilat më pas shërben si kontribute për zgjidhjen e çështjeve sociale, dhe është turp i madh që qeveria aktuale ka zgjedhur ta injorojë këtë fakt. Në rishtat e letrës, shefi i Selisë Rozi kërkon dhe mirëkuptimin kancelarit për kërkesën që Rama do t'i bëjë kompanisë austriake, fituese të tenderit të llotarisë për të tërhequr nga procesi. Unë dëshiroj që t'ju informoj se ne do t'i kërkojmë kompanisë Austrian Lottery si do të rriqet nga ky proces, i cili nuk është transparent dhe është në kundërshtim me interesin e shtetit shqiptar si dhe me interesin e shqiptarëve, si dhe nuk i përmbush rregullat dhe standardet brenda të cilave vetë kompania operon në Austri. Shpresoj që të mund të bashkëpunojmë në lidhje me këtë çështje, si dhe të shkëmbejmë pikpamje për çështje të tjera me interes të përbashkët për të dy vendet. Rama e mbyll letrën e tij për kancelarin Faymann, duke e falendëruar atë për kohën e shpenzuar për këtë shqetësim të kryesocialistit. Letra e shefit të opozitës për kancelarin austriak ka ardhur pas më shumë se një muaji akuzash publike të opozitës dhe të mediave kundrejt qeverisë në lidhje me tenderin për shitjen e licencës së llotarisë kombëtare që sipas opozitës është korruptive dhe abuzive.